tuarit ton. Hoxhë nderuar, kemi një pyetje, thotë selam aleikum. Kisha një pyetje se a është lejueshme të martohemi kur takohen dy persona në internet dhe sa është e suksesshme kjo? Dhe a është rrezikshme nëse mundet pak më shumë sqarime rreth kësaj çështje? Martesa nëpërmes internetit është do thotë një veprim i ri apo i njohur tani në kohën bashkëkohore. Edhe për këtë problematik edhe studiusit islam kanë folur dhe kanë sqaruar, ka do thotë disa shkrime dhe studime në cilat i kanë edhe nga aspekti psikologjik edhe nga aspekti shoqëror e kanë vlerësuar do thotë çështjen e njoftimeve të cilat ndodhin do thotë nëpërmjet internetit dhe e tëra çfarë mund të themi do thotë në këtë fenomen, themi se njeriu nuk është rrugë e drejtë që do të duhej një besimtar musliman dhe një besimtare muslimane që dëshiron do thotë me gjet do thotë bashkëshortin e jetës se ti apo respektivisht të saj që ta hulumtoj apo ta gjej do thotë këtë bashkëshort nëpërmjet internetit apo më saktësisht tashmë kohëve të fundit edhe nëpërmjet Facebookut apo nëpërmjet Facebookut, Messengerit e kështu do thotë këto lidhjet apo format ndryshme të cilat përdoren nëpërmes do thotë internetit në përgjithësi. Për faktin se unë për veti personalisht do të kam lexuar disa raste, jo vetëm në shoqëritë muslimane, po edhe në shoqëritë e huaja, që ka ndoshta legalizime pak më them do thotë te kalime edhe më të shumta sikurse se sa do thotë në shoqëritë islame, ku do thotë nëpërmjet internetit, qoftë në Facebook apo në ndonjë formë tjetër, ka lidh do thotë kanë kriju do thotë shoqëri fillimisht virtuale, cilat më vonë do thotë kur është ardhur deri në pyetje do thotë e dashurisë edhe martesës, atëherë janë ballavaçuar në rastin më të keq do thotë në rrethon që personi që e ka dashuruar edhe ka pas ndoshta kontakt një kohë të gjatë të del mashkull, njëjtë sikur ai, apo edhe kundërta. Kjo është do thotë një realitet që ju ka ndodhur shumëve, jo do thotë një rast specifik e kështu me radhë. Prandaj them në përgjithësi nuk do të duhej në asnjë formë që besimtari ta hulumtoj apo ta ketë do thotë mekanizëm internetin nëpërmjet saj ta kërkoj fatin e jetës së tij ashtu si thuhet do thotë në gjuhën tek njerëzit. Por kjo formë do thotë është e qartë se si duhet kërkohet, njeriu do thotë don do thotë martohet, atëherë kjo mund të arrihet me forma tjera, qoftë nëpërmjet shoqërisë, qoftë edhe nëpërmjet familjeve, qoftë edhe nëpërmjet nëse ky e sheh do thotë ndonjë femër që para se të njoftohet me të hulumtoj dhe ta sigurohet se është e përshtatshme apo i përshtatshëm për të. Ka mjaft forma të tjera. Dhe ka forma tjera, prandaj un them do thotë në përdorimin e internetit me këto qëllime nuk është do thotë diçka e drejtë dhe nuk është e suksesshme, në të kundërtën mundet me qenë rrethon ku njeriu do thotë ballavaçohet me shumë befasi dhe situata që në fund do thotë do të pendohet dhe do të akuzoj veten sepse ja ka leju vetes do thotë të bëj tejkalime të kësaj natyre. Pastaj është edhe ana tjetër, ana e errët që nuk desha do thotë futem, po do ta përmendin në këtë se shumë prej njerëzve tentojnë nëpërmjet këtyre lidhjeve, do thotë që kanë do thotë qëllimkësia që të joshin vajzat apo edhe djemët dhe qëllimi i tyre në asnjë formë nuk është martesa, por i përdorin këto do thotë sipërfaqësisht se kanë qëllim do thotë për lidhje si quhet do thotë serioze, edhe në të kundërtën krejt interesimi i tij është do thotë kalimi i kohës, flirtrimi do thotë me vajza apo me djem të huaj, dhe në këto raste kur një i sinqert ka mundësi do thotë të vi në situatë do thotë dashurohet nëpërmjet këtyre kontakteve dhe në fund ballavaçohet me një rast që ka qenë vetëm lozje me të dhe asesi diçka serioze. Prandaj them pa u zgjatur më shumë, do i këshilloj do thotë të gjithë ata djem të rinj dhe ato vajza të reja që ti kufizojnë do thotë kontaktet e tyre, fillimisht mos jetë do thotë synim i asnjërit prej tyre kur të ulet në internet qëllimi i njoftimit të një vajze respektivisht të një mashkulli me qëllim do thotë
për një të ardhme do thotë që ta ketë bashkëshort apo bashkëshorte, por të jenë do thotë qëllime tjera që ka shumë, do thotë qëllime tjera, do thotë fujtimi i njohurive, pastaj informimi, pastaj do thotë e kështu me radhë do thotë synime tjera, edhe ta kufizoj veten do thotë në kontakte, mos të kontaktoj do thotë me gjinin tjetër, posaçërisht do thotë në privat dhe do thotë në raste intime, për arsye se janë momente ku domthon shumë drejt për drejt ndikon apo ka të bëjë me të edhe dëshmia apo porosia apo informimi pejgamberit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se nuk vetmohen dy të rinj, do thotë një mashkull dhe një femër, e shejtani mos jetë i treti në atë mesin e tyre. Pra edhe kjo formë e komunikimit me vajzë të huaj apo me një person të gjinisë kundërt në privat, do thotë shejtani detyrimisht ndërhyn në zemrat e këtyre dy të rinjve dhe krijon do thotë ato lidhje që në fund do thotë nxisin do thotë në hidhrimin e Zotit të Madhërisht. Allahu i duhet të ndalem edhe pak pikërisht këtu me që jemi tek bisedën nëpërmjet internetit që bëjnë dhe ka raste të shumta fatkeqësisht. Çfarë qëndrimi keni ju rreth asaj se ka raste kur çiftet, qoftë burrë apo gruaja, flasin njëri me tjetrin nga dhoma tjetër vetëm për të hulumtuar njëri tjetrin? Kjo do thotë kjo çfarë ju pyesni është do thotë një praktikë që nuk është e drejtë do thotë që ta aplikoj as mashkulli, as burri, as gruaja karshi do thotë bashkëshortes, respektivisht bashkëshortit, për faktin se është një lloj sprove apo tentimi që nëpërmjet do thotë të formoj ai themi do thotë një emër të huazuar dhe të kontaktoj do thotë gruan direkt do thotë gruan e tij apo respektivisht burrin e saj, edhe nëpërmjet këtij kontakti të shikoj se si po reagon ajo dhe të fitoj do thotë besimin se vërtet a është e sinqert ajo apo a është i sinqert ai do thotë në këto veprime. Unë them se nuk e vlerësoj se kjo është do thotë një veprim i drejtë do thotë i ndonjë burri respektivisht ndonjë mashkulli, ndonjë femre, për faktin se do thotë është do thotë vënie në sprov bashkëshortin, pastaj edhe aspekti tjetër që do thotë nëpërmjet kësaj ka mundësinë do thotë reagimi i vajzës apo i gruas, tjetër do thotë reagim i aty për aty dhe mund ta thotë një fjalë që pastaj do thotë për burrin apo edhe për gruan të mbetet ajo në mendjen e tij respektivisht të saj dhe kohë të gjatë pastaj do thotë të prekupohet me dyshime ndaj bashkëshortes, pastaj të krijoj do thotë në mendjen e tij do thotë gjykime dhe paragjykime se ajo është duke po e kështu me radhë, të largohen këto do thotë e domosdoshme është për një burr edhe për një femër, grua që të ketë do thotë sinqeritet të ndërsjell, qiltërsi dhe të jetë do thotë kontakti apo raporte do thotë të kësaj natyre, nëse ka ndonjë dyshim apo mund të ketë se mund të sprovohet edhe mashkulli edhe femra me ndonjë rrethant të tillë, atëherë edhe qasja e gruas edhe e burrit duhet të jetë në atë formë që të bëhet zgjidhja dhe largimi nga se nuk është në pyetje vetëm këtu do thotë po them kushtimisht tradhtia në biseda e kështu me radhë, por kjo është do thotë formimi i kontakteve të huaja që Allahu i Madhërisht i urren dhe i ka ndaluar. Prandaj edhe në të njëjtin formë mos jetë qëllimi apo krejt preokupimi i burrit apo i gruas se ai e ka tradhtu apo ka bërë do thotë një bisedë me dikën, do thotë bisedë intime e kështu, do thotë kjo të preokupoj, çka është do thotë e nevojshme preokupimi i asaj se me këtë gjest ai ka hidhur Allahun e Madhërisht edhe si të ndikoj tek ai apo ajo që të përmirësohet edhe të kthehet jetës normale. Zoti i di më së miri.